Dhe së dyti do na çuditësh pak tani? Si e ke planin? Nëse ke një pago letra, do e bëj një numër. Unë pago letra, ku ti gjej letra? Okej, po përdor të mjeta atëherë. Unë kam me këto bën dot gjë. Edhe me ato do Jo, me këto bën dot gjë me këto? Edhe me ato bëhet, po tani shikoj me këto. Me që janë letra që përdoren, unë fakt e kam pas pasion që i vogël letrat, por ishim në një sistem edhe lindur një vend që ishte vështirë të gjej një pago letra dhe do t'rregoj është hera e parë që po e tregoj në kamerë. Pago e letrave të parë unë e përdor edhe në për show në Amerikë që post komunizmi në Shqipëri nuk kishte mundësi të kishte një pago letra edhe kështu që i kërkova Zotit një pago letra, po të gjithë e dim që Zoti nuk funksionon ashtu, kështu që unë e vodha një pago dhe kërkova për falje. Po pago e parë që kam marrë ka qenë një ish portier i Kavajës që vinte te gjyshi dhe kishte tekuleta, kam qenë 7-8 vjeç. Tekuleta e biçikletës mbrapa dhe kishte një pago letra, ajo ka qenë pago e parë letrave. Dhe është pasioni im sepse kërkon aftësi, kërkon shumë punë, sidomos kur e merr letrën dhe e hedh ajo kthehet mbrapsht, kjo është diçka që unë kam harxuar shumë kohë. Tani unë dua që të marrësh një letër dhe ta tregosh publikut. Tregoj në kamera, unë mos e shikoj. Okej. Më thuaj nëse të pëlqen letra apo jo. Më thuaj stop ku duash. Më pëlqen? Okej, është. Në rregull. Po. Më thuaj stop. Stop. Vendos letrën këtu. Tani do e marrim, do e vendosim mes letrave dhe do e përsëritim. Rëndësi ka që letra e parë mos i dhe jotja. Do shikojmë letra e parë, është kjo po apo jo? Jo. Jo. Po ta marrim pesën dhe ta vendosim këtu vetë dorën sipër. Unë do i përzi letra e do gjej me një dorë. Tani, a beson që unë ta ndroj dot letrën po apo jo? Që ke në dorë? Ti që kam dorë, jo, s'pa ndron dot. Çka kishe pesën? Po. Unë dua që ti vetëm ta imagjinosh pak, dua që ta ndjej në mendin tënd çfarë letre kishe, vetëm mendoje, mos e. Po më e di. Ishte 8 apo jo? Po. Lutem hapë letrën. 8 spati. Si shpjegohet kjo? Tani, ndoshta njerëzit mendojnë se kemi, shiko, do e marrim letrën, do e vendosim pak a shumë mes letrave dhe ajo vjen sipër. Do e marrim me kujdes, do e vendosim prapë mes, e prapë vjen sipër. Do e shtysh vetë letrën mes. Në paktën do të ishte shtyje letrën. Do të mendon se kemi më shumë se një, kështu që nëse firmos letrën, kjo do jetë vetëm një letër që ekziston në firmën tënde apo jo? Jo, do e firmos patjetër. Edhe pastaj në eBay pas nesër. Boj nga piktura, kështu që. Në eBay pas nesër. Është vetëm një letër që kemi me firmën tënde. Po. Fix. Perfekt. Tani do e marrim letrën edhe do vendosim pak a shumë. Në mes, më thuaj stop ku duash. Stop. Shtyje vetë letrën. Po ti përzi letrat me 2 duar. Si që përzin gjithë prestigjatorat, aty tani duket se kur është hilja. Unë do i përzi me 1 dorë, po këtu në xhep kam portofolin. Dhe duaj që ta mbash pak. Do e gjej letrën me 1 dorë, siç e gjeta që parë. Do e vendosim këtu. Me shumë kujdes edhe një. Kështu. Edhe do e mbajmë. Tani letra është duket. Unë të lutem hapë pak portofolin. Ka një zinxhir aty, hapë pak zinxhir. No. Edhe është 8 spati me firmën tënde apo jo? What the fuck? Brenda në zinxhir. Wow. Si shpjegohet? Po na ndjek apo? Po, patjetër. Po çfarë mendon? Ka hile. Ka hile. Ora hile. Po mos kishe hile do ishe shumë problem. Kjo është për ju. Nëse më lejon të bëja diçka tjetër, do doja që ti të mendoj emrin e një personi që nuk është këtu sot. Edhe do e shkruash emrin e këtij personi dhe do e heqësh letrën. Shkruaj emrin e këtij personi në letër dhe hiqe letrën, unë mos e shikoj, do kthej kokën nga krau tjetër. Hiqe letrën edhe mbylle.
Në rregull. Tani dua që të mendosh pak këtë person. Ky person nuk ka lidhje gjaku me ju apo jo? Jo. Por ka me mua. Nuk e di. Unë thash shkuash me një person që nuk është prezent, ai nuk është këtu prezent realisht sepse ishte në podcastin para kësaj apo jo. Po si ka mundësi kjo? Dhe ti mendove emrin e djalit tim Nikolas. Si ka mundësi kjo? Hajde bëjmë një tjetër. Do bëjmë një tjetër. Okej. Do bëjmë një tjetër. Këtë herë do bëjmë kështu. Unë dua që ti të mendosh një letër këtë herë. Një letër çfarë duash? Jo, do bëjmë një tjetër. Do ta bëjmë një tjetër dhe do ta bëj Doriani. Okej. Dorian. Emrin. Mendoj ti një emër se ndoshta nga që kemi bërë muhabet ky më kap mua. Atë se një fare. Doriani. Po. Okej, Dorian, mendoje ti emrin e një personi dhe shkruaje këtu. Po. Urdhë. Dorian, është herë e parë që ne njihemi bashkë apo jo? Po. Nuk kemi takuar ndonjëherë bashkë. Ja. Ti ke shkruajtur emrin e një personi e ke hequr. Thuaj para kamerave që ne nuk njihemi bashkë, është herë e parë që takohemi. Jo, nuk njeh. Edhe zoti kryeministër mund të thotë që nuk kishte shanse që unë ta dija sepse nuk ishim rënë. Jo, s'bëhet fjalë fare. Tani unë nuk e di, vetëm mendoje pak emrin e këtij personi. Është një person që të ke lidhje familjare jo? Ja. Jo. Do duke shumë e thjeshtë sepse mendo vetëm gërmën e parë, vetëm thuaj pak, është një gërm që ka një vizë vertikale dhe 3 viza horizontale, po apo jo? Po. Ky person ndodhet këtu me ne apo jo? Është në krah majt timin apo jo? Po. Dhe është zoti kryeminist ti shkruajtë emrin Edi, po apo jo? Është vërtet. Tregoje. Ç'është kjo? Tani un kam edhe një surprizë tjetër që këtu kam një pago letra. Po atë shumë fishimin e kësaj, si e bën ti? Se ma bëre atë, e bën dot. Shumë fishimin e letrës. Po. Që e vendos edhe del prapë sipër, si shumë. Jo, më që un firmosa një dhe ti më nxirsh filmin ti dhe gjithë. Po, kur e merr edhe vendos mes letrave. Po ku diun se si e bëre? Po, letra letra që e merr dhe vendos mes letrave dhe ajo vjen sipër. Është po, do të thënë, shiko, do e shdym prapë mes edhe ajo prapë vjen sipër. Në qoftë se marrim e vendosim mes, kështu ajo prapë vjen sipër. Edhe në qoftë se ne e përthym letrën, okay, ajo tani duket që ka një përthyrje apo jo. Po. Edhe mjafton një snap edhe ajo prapë vjen sipër. Tani gjithë njerëzit mendojnë sepse edhe një herë kur e morim e vendosim mes, kur i ke letrën në dorë, mendojnë se aty është manipulimi, po letra është këtu dhe ne do e marrim, do e vendosim në xhep atëherë, okay? Dua që të hapësh dorën, lutem. Do vendosim letrat këtu edhe do vesh dorën tjetër sipër. Mbyll letrat. Kjo është merr kjo. Tani do e marr letrën nga xhepi në mënyrë të padukshme, afroj dorën, edhe do vi letra prap këtu. Apo pak dorë sa të marr një letër edhe është prap teta spati. Tani nga ajo që ne e bëjmë njëherë këtë numër ti po i shtrëngon më shumë. Unë kur kam qenë me Adriano Galjanin, e di që ti je tifoz Juves, por ka ndodhur që kam bërë këtë numër Adriano Galjani dhe më ka premtuar një bilet që shkova pas derbin në San Siro. I thash di zhduk dot letrat nga dora jo. Ti prap tani është hera e dytë që po e provon edhe këtë herë po i shtrëngon shumë edhe nuk ka shanse që të zhduken apo jo. Unë nuk e di çfarë po shtrëngon se letrat kanë ikë. O zot. Në qoftë se më lejon edhe një, edhe pastaj se s'duhet i marr kohën edhe ftuari tjetër. Unë këtu kam një pago letra që kam bërë një parashikim. Dua që ti ta mendosh një letër këtë herë, sepse kur ti e merr letrën vendos mes letrave, unë kam aftësinë që ta gjej letrën, po në qoftë se ti e mendon një letër, bëhet pak e pamundur. E mendove një letër. Po. Okej, në këtë pago letra janë 4 rasa me fytyrë sipër. A mendove një as po apo jo? Jo. Okej, cila është letra që ti mendove? 2. Okej, shiko. Do të tregoj letrat. Edhe unë siç thash kemi asin, kup. Ti thesh që është një 2 apo jo? Po. Kemi asin, spathi, 2 me çan.
Dyshi kuq. Dyshi me zemër apo karo? Karo. Dyshi karo. Okej. Kemi asin spathi, asin karo. Edhe asin maç apo jo? Po. 2 asat e kuqa, 2 asat e zi. Unë thash që i parashikova, do me thonë i lash me fytyrë sipër 4 letra. Letra është dyshi. Dyshi ka rrothe. Ja, letra do janë gjithë me fytyrë sipër, ato ishte shkruajt gjithsesi letra është dyshi apo jo? Po. Gjithë letra do janë me fytyrë sipër përveç një letër, çfarë ishte letra jote? Dyshi karo, pra. Okej, si që shikon, gjitha letrat janë me fytyrë sipër, vetëm një letër është me fytyrë poshtë. Merë letra? Edhe është dyshi karo. Po, më bërë dhe ditë, po. Me zotin ma. Me një numër mish, ishte si eveniment familjar, po themi, kështë edhe unë i ftuar. Dhe tu kishë ftuar një person që bënde këto, po, disa nga këto gjëra i bënde dhe i. Por një gjë që ishte, që ti se di këtë, nuk më hamenja se të kështë bërë, ai mori dhe shtrëmbroi lekun. Unë vej me... Shkoj qikë dhe tepër asaj. E mori monedhën, E vendos në dorë dhe e mori monedhën dhe e ktheu. Dhe një monedhë që si shte e vetja, e mori dhe kush ka i monedhë, bam, e ktheu. Dhe lugën. Po, unë aty shkoj, do me thënë, monedha është një numër që e kam përdorë gjithë më herët, do me thënë, por kurse ajo me lugën është një hap më lartë, sepse luga pastraj përdridhet edhe e merr në dorë e shikon edhe arrin pastaj edhe vetëm duke shikuar të kputet. Uri Geller i ka nisur këto i pari, është një iluzionist gjerman që filloi me këto... bëj arte marciale sot dushti. E përkthyen dot lugën ata të tut. Thyen edhe gjëra më të forta. Jo ta thyen, ta përthy, ta kthej lugën kështu. Po mirë është metale. Tani, unë nuk... Jo, luga, më nuk kthej luga. Unë nuk premtoj që mund përthyej monedhën, po mund ta nxjerr një monedhë nga hiçi për shkak sikur të hapësh dorën, edhe imagjino sikur ke një monedhë në dorë, ta marrim e ta hedhim në dorë. Ajo është e padukshme dhe është pjesa më e thjeshtë me zhduk, kurse pjesa më e vështirë është që ti ta kthesh mbrapsht. Edhe nëse ndjek këtë monedhë, ti do humbësh dytën ose të tretën, 3 monedha nga hiçi, merr të parën e vendos në dorë dhe pastaj zhduk të parën, zhduk dytën, dhe pastaj zhduk edhe të tretë. Jo? Njerëzit i pëlqejnë lekët e mëdha, do marr këtë edhe do e hedh nga kjo dorë te dora tjetër dhe bëhet një monedhë. Dhe s'ke gjë në dorë? Jo, s'kam gjë. Kam xhep. Edhe kjo është po kësaj që i bën dyani? $1. Këtë fusim xhep edhe kemi edhe një tjetër. Edhe kjo është për ju. Po jo sot. Mi tani atë e pakun një fillim. Ajo ishte më e thjeshtë. Po kjo nuk e di domethënë. Janë disa gjëra, unë isha i përgatitur domethënë me bën ai numër me letra, gjërat janë pak limituar për arsye të vendosjes apo. Po për sa i përket mentalizmit, domethënë besoj se emri që është mentale apo. Ë? Ka dhe numra të tjerë nëse ti mund të kesh një telefon. Nëse ke mundësinë ta kesh një telefon. Telefonin s'ta hapun zë. Jo, nuk e prek telefonin tënd, por vetëm për të shkojë në nuk e kam vetë. Të bëjmë diçka të bukur, por nuk ka rëndësi. Po ti e ke telefonin, ha me telefonin tat. Jo, po duhen 2 telefona për. Duhen 2 telefona? Po. Ne e bëni telefon. Okej, do futesh në Google. How many articles are on Wikipedia? How many articles janë në Wikipedia? How many articles are on Wikipedia? Në Wikipedia janë are on Wikipedia. Okej, shtyp search, edhe do të tregoj një website, aty janë miliona artikuj. Over 66 billion. Okej, ta shikoj pak. Hape këtë, do të tregoj domethënë sa janë. 7.122.410. Okej, nëse ne përdorim makinën llogaritëse, 7 122, po. 410. 410. Po. Okej.
Shumëzim, çdo artikull përmban sa fjalë? Ku ta gjejmë këtu? E ka këtu? E thot. Po, approximately 1917 fjalë. 1917. Shumëzim për 7 barës bëhen 13 miliardë gjysmë fjalë në Wikipedia. Tani nëse ti e bën visit Wikipedia, shtyve, do mendosh një fjalë çfarë të duash, edhe vetëm unë nuk do e shikoj, shkruaj fjalën aty dhe bëj search, unë nuk do e shikoj. Një fjalë çfarë të duash ti, shkruaj, mund të jetë çfarëdo lloj fjale. Vetëm shkruaj dhe bëj search. E shkruaj? Bëj search edhe ajo fjalë ka shanse që të jetë në Wikipedia. 13 bilion fjalë, domethënë fjala jote mund të jetë aty. Po, doli. Tani ti ke të një kjo fjalë ti e shkruajti, po tani faqja që dha ajo ka mira fjalë apo jo? Po, ka. Nëse e scroll, ke mundësi ta memorizosh një nga ato fjalë, po të jetë fjalë gjatë, domethënë që të rakon më vështirë. Aty te faqja, je një faqe apo një fjalë tjetër. Po, domethënë mendoje një fjalë tjetër te faqja, po të jetë gjatë, e kupton, të jetë të paktën 90, 11, 12 gërma që të jetë fjala më e vështirë, që të jetë akoma më e vështirë për mua. Mund të jetë edhe në gjuhë huaj, nuk ka problem. Mund të jetë edhe anglisht. Ja, do shohim. Një fjalë gjatë me 10-12 gërma që po ja e gjeta, po çfarë bëj kësaj unë? E mban mend? Po. Të dyja fjalët, edhe atë që shkruajtë edhe atë që zgjodhe. Ajo fjalë që zgjodhe e dyta është anglisht? Po. Okej. Mbyllë telefonin dhe le aty, unë nuk do e prek telefonin. Po. Jemi dakord që ti ke shkruar një fjalë dhe ke menduar një fjalë. Fjalën e parë e shkruaj, unë se kam prek telefonin, ti e shkruajtë edhe fjalën e dytë ti vetëm e mendove, nuk ka shanse me mira fjalët ty, s'ka shanse për mua. Jo mendove, e shënova. Okej, dakord. Mendo pak vetëm gërmën e fjalës dytë, gërmën e parë. Mendoj në gërm shtypi. Është një gërm me drejt apo me kthesa? Me kthesë. Si rëja për shembull? Rëja. Tani ti më thesh parë nëse mund të përdor edhe një nga këto fletët apo jo? Po. Okej. Nëse më jep mundsinë, unë duhet mendosh pak fjalën e parë tani, vetëm mendo fjalën e parë dhe thuaj vetëm mend. Jo, mos e shiko, fjalën që ke shkruar, e mba mend? Po, precisament. Edhe fjalën e dytë e mba mend. Po. Okej. Fjala e parë që ti shkruajte, unë dua që ti ta mendosh. Edhe ti ktheve reston back, besoj këtij personi. Sa i shkruajte emrin tënd, ti nuk shkruajte emrin e tij, po ti shkruajte preardhjen e tij, se ti shkruajte. Çfarë shkruajte? Çfarë ishte fjala e parë thuaje? Mos unë nuk e shikoj, vetëm thuaj. Korçar. Tani fjala e dytë nuk ka shanse që unë ta di, sepse ti vetëm e mendove të gjitha ato faqe, të ke faqja ti mund zgjidhje çfarë fjalë doje. E supozojmë se ti do shkoje do fusje me një dyqan dhe do bleje një palë këpucë. Edhe do të thonë, mirë dita, si jeni, si mund të ndihmoj. Ti thu, jo, thjesht kam ardhur për të parë, duhet marr një palë këpucë dhe ta thonë si e gjete, do më thënë si e gjete dyqanin tonë, edhe ti thu një shoku im, një sekundë. Çfarë ishte fjala e dytë, zoti kryeministër? Recommended. Oh. Kjo nga herë nuk funksionon. Por sot funksionon. Kjo është mentale tani. Po normalisht. S'ka hilesh bosh. Po s'ka, unë s'ka shanse se di se ç'a do shkruaj. Korçar dhe recommended këtu. Apo. Nuk di ç'a të them. Unë shpresoj mos mërzitet se ke është dhe i stërvitur kurse ne jemi se bëj shaka. Jo, pse do mërzitet. No, shaka. Tani un kam pyetjen time të që ja bëj përgjithsisht gjithëve. Po. Okej. Sa vjeç je ti? Unë jam 48. Sa i ri është. 48. Ti inshallah pa që dhe 100 tjera, po edhe një 40 tjera i ke. Po që do bësh është i pastaj? Qa ka next kjo? Apo do rësorollatesh 40 vjet me këtë letër? No, unë jam... Ku shkon kjo next? Unë jam gjithmonë updated me numrat e vjetë. Qa ëndre shefti tani? Ëndra është që unë të kem një show si duhet, me djalin bashk, edhe kur vi momenti,
tjetë vetëm ai, sepse Jo, dakor, të kesh një show si duhet, po show si duhet mund ta bësh edhe tani ti. po e bëjmë, po tjetë bashkë, sepse ne jemi duke ndërtuar bashkë. Kemi një tur në Florida tani nga data 29 deri në datë 10 në teatrot ndryshme në qytete ndryshme të Floridës. Edhe ëndra është Las Vegasi, edhe pse jo edhe në Shqipëri, domethënë, do ishte shumë kënaqësi e madhe që të performonim bashkë me djalin edhe. Dakor, po kur thash ëndra, okay, ky është vendi ku do ta shfaqësh ëndrën, po ku shkon kjo? Më tutje. Mentalizmi edhe iluzionizmi ku shkon? Për mua është thjesht unë kam përdorur disa këtu i thon big illusions, domethënë që e fut njeriu në zhduke edhe njëra tjetra, por Las Vegasi do ishte perfekt, domethënë për të realizuar këto iluzione më të mëdha që të zhdukesh një makinë ose ta bësh të jetë bosh edhe të dalë makina, këto janë ëndra domethënë që I ke në projekcionin e të ardhmes. Po. Dorian, po ti çfarë ëndre ke, për ku do ta çosh këtë punë, apo e ke arritur maksimumin e tani thjesht do bësh administrimin e maksimumit? Tani unë do ta çoj më tej sepse prefektura e Korçës, si të thuash, vetëm një ekip është. Në sportin po themi marcial taekwondo. Dhe dua që ta hap, bile s'kam përgatitur 3 sportistë e mi, të cilët kanë moshën 16 dhe 17 vjeçar, të cilët dua t'i granoj domethënë në rrethet e qytetit tonë, domethënë siç është Bilishti, Maliqi, Rethina. Maliqin mos na quaj Rrethin, se Maliqin e kemi bashki, Bilishtin e kemi bashki, Devollin do më na quaj këto. Po, normal. Mos i trajto kështu si prefektura e Korçës. Qarku. Kjo është ajo si po Gradeci ka një shans të ketë në një. Vërtet? Po Gradeci ka një shans, apo po Gradecin e keni kështu si të. Po Gradeci në fakt është një kolegu im, të cilin e njoh, por ai bën një disiplinë tjetër, kung fu. Kung fu. Domethënë nuk ka taekwondo. Se kung fuja ka teknika të ndryshme, por vjen nga populli Kinës, po themi. Kurse taekwondoja është themeluar në 55 në Kore, si mund të them, nga një korean. Karateja pastaj vjen nga Japonia, siç e dim. Kështu nuk ka ndonjë lidhje. Ti nuk I bën këto karaten kung fu. Në fakt në Janin kam bërë për një kohë kung fu, disiplina Chonok Pai quhet, por e shkonja aty që nuk ishte dy luftime. Dy luftime reale, po themi, kishte vetëm forma, spektakël. Dhe unë desha diçka më të fortë dhe futa në taekwondo. Aty pastaj vazhdova dhe nuk hoqa dorë. Pastaj kur era në Shqipëri, hapa ekipin në 2014. Po taekwondoja ka dhe federatë, Po, por nuk është olimpike. Kjo taekwondoja që për ne se kemi federatën, por nuk ka marrë atë vëmendjen e dur, siç nuk kanë marrë të gjitha sportet jo olimpike. Me sa di unë, domethënë. Po konkretisht flas për pse janë dy lloje, pse unë taekwondo në olimpiadë kam parë apo jo? Po, por ai është quhet taekwondo world ose taekwondoja olimpike, po themi. Është tjetër. Ne kemi këtë origjinalen. Bion, tamam. Kështu nuk kemi në lojrat olimpike sepse ne përdorim dhe grushtat. Okej, nga duart e grushtat, kjo ishte tryeza e sotme me dy tipa të jashtëzakonshëm, po I quaj unë në secili në llojin e vet. Pasion, ëndra edhe shumë punë. Se vërtet këtu duhen pak sekonda për t'i mçef letrat, por për të arritur t'i mçefsh për pak sekonda, kush e di se sa punë e jashtëzakonshme dhe këmbgulse duhet.